Nga Shkodra, në fakt nga kryeqendra e Veriut dhe ajo papunësisë, duket se tashmë kanë nisur marshimet nga protestat e një pas njëshme kundër qeverisë dhe mbi të gjitha reformave që ajo po ndërmerr. Sindikata e pavarur, e mbështetur edhe nga arsimtarët, shëndetësia dhe mbi të gjitha nga biznesi, ai i cili duket si më i dhunshmi në këtë reformë të qeverisë të ndërmarrë kundrejt tij, kanë nisur reformat në Shkodër drejt një marshimi, të cilët thonë se nuk do të ndalen, derisa qeveria të ndërmarrë masa të tjera më lehtësuese ndaj tyre. Bizneset, arsimi, shëndetësia dhe qindra qytetarë të tjerë të zhgënjur nga reformat drastike të qeverisë shqiptare kanë marshuar në shesh. Në protestën e tyre paqësorë të zhgënjur nga varfëria që ka zbritur Këmbëkryq, metropoli verior nuk ka dëruar më. Ka startuar me marshimi një orësh në rrugët e qytetit. Kryetari i BSPSH Albert Tuka tha se kjo nuk është protestë politike, por ekonomiko-sociale. Kjo protestë ka për qëllim t'i thoj kryeministrit shqiptar dhe ekzekutivit shqiptar ndal dorës së zezë, për shkak se nëse ne kena thënë që lufta ndaj informalitetit duhet zhvillohet, nëse kena thënë BSPSH se lufta ndaj evazionit fiskal do të vazhdohet, nëse kena thënë ndal monopoleve jena dakord me qeverinë shqiptare, po jo me këta hapa që bën qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare ju thot duan punësve të duanit që mbjellin kulturën e duanit, mbjellni duan se ju gjejmë tregshitjet, në të njëjtën kohë të merron qytetarët duke grabit kulturat e tyre në konspiracion të plot. Arsimtarëve të fshatit me numër protokolli 682 dash 29/7/2015 i hiqet vështirësia, pra për shkak se punon fshat dhe i hiqet transporti falas. Tregu të vogël me gjithë dokumentacionin e plot, kryeministri u thot bleni kasat nga 400.000 lekë vjetra, ku në botën e civilizuar dhe në botën qytetare gjithmonë kasa fiskalit ka një çmim modest ose falet. Është protestë jo politike, është protestë social-ekonomike dhe kjo protestë është sinjali i parë që i jepet ekzekutivit shqiptar mbasi busholla e politikës është Shkodra dhe busholla social-ekonomike do të vazhdojë protestat edhe më të fuqishme. Zia falas, se nuk vjen ministri me pa recetat katastrofike që blen të smurt në spitalin regional Shkodër. 30, 40, 50, 100.000 lekë vjetra recetat që për çdo ditë përballën furrë që kanë punuar me 30 vjet, 40 vjet punë, në gjithë të siguruar. Marshimi ka nisur nga sheshi përpara bashkisë Shkodër, duke përshkuar pedonalen e po ashtu rrugët kryesore të qytetit. Kjo ishte vetëm fillimi, i cili nisi nga kryeqendra e Veriut, pasi qytetarët deklarojnë se protestat nuk do të ndalen deri në plotësimin e kushteve të kërkuara.